Tani nesër është Angli-Shqipëri, të gjithë po e presim, me zi po e presim për ta pa këtë ndeshje, e cila luhet në Wembley, në stadiumin legjendar të Wembleyt, dhe normalisht bëhet fjalë për grupin tonë eliminator, por jemi ndeshjen e parë e bëjmë kundër skuadrës pretendente të grupit, pra skuadra favorite e grupit, Anglia, që besoj unë që është skuadra më e fortë e grupit. Tani, duke patur parasysh gjendjen e të dy skuadrave, do doja të dija nga ju, për gjithë ju që kuptoni më shumë ose keni më shumë informacion, si mendoni ose mund të shkojë kjo ndeshje. Domethënë duke pas parasysh që Anglia ka pothuajse lojtarët më të mirë në botë në formacion, ndërsa Shqipëria sigurisht ka kualitete pafund, por që në raport me Anglinë, mbase kemi ato, si thosh, diferencat tona. Kemi edhe ne mungesa, por që nga njerë si dihet se 11-11 është e punë, një top është të shkojë te porta. Si mendoni se del kjo ndeshje? Domethënë kush ma gjen, po edhe i çik të argumentuar, e kupton se jo krejt kështu, jo me tifozlek, se kështu me tifozlek duhet dhon që të fitojë Shqipëria një 16-0, po me argumenta, si del kjo ndeshje? Si del? Gjeni rezultatin e saktë.